8 shqiptarë të akuzuar për vepra të ndryshme penale janë transferuar nga burgjet e Anglisë në ato shqiptare. Media britanike Daily Mail ka shkruar rreth krimeve të bëra nga shqiptarët në Mbretërinë e Bashkuar, rreth 200 nga kriminalët më të rëndë, duke përfshirë vrasës, ngrebitqar seksual dhe gangster, duhet ktheheshin në burgjet e vendit ballkanik sipas programit prej 4.3 milion funtesh të prezantuar 2 vite më parë, shkruan Daily Mail, por vetëm 8 janë dërguar deri më tani. Fotografitë e 6 prej të cilëve janë bërë publike. Në total të paktën 1200 kriminalë shqiptarë ndodhen në burgjet e Mbretërisë së Bashkuar. Mes shqiptarëve të arrestuar përfshihet një përdhunuese kriminal i dhunshëm që sulmoi një 15 vjeçare në një qendër tregtare. Qeveria i pagoi Shqipërisë 4.3 milion pound për të modernizuar burgjet vendase në këmbim të pranimit të dëbuarve, që do të thotë se secili prej kriminalëve të kthyer u ka kushtuar taksapaguesve britanik 537.500 pound, një flotë prej 15 makinash elektrike të reja të shërbimit të burgut, edhe 22 mikrobus u blen gjithashtu si pjesë e marrëveshjes. Skema hyri në fuqi në maj të vitit 2023 duke autorizuar largimin e të gjithë shkelësve shqiptar që janë në burg për më shumë se 4 vjet. Pothuajse 2 vjet më vonë, megjithatë shumë nga kriminalët më të këqinj të vendit ende ndodhen në burgjet e mbipopulluara britanike. Njëri prej tyre është Koçi Selama, i cili u dënua me një minimum prej 36 vitesh në spitalin psikiatrik Broadmoor për vrasjen e mësueses Sabina Neza, 28 vjeçe, me një trekëndësh trafiku metalik përpara se ta mbyste në një park të Londrës në vitin 2021. Selama, i që atëherë është dënuar edhe 4 vite e gjysmë të tjera për therrje me thik në një qeli. Një nga 8 kriminalët shqiptar të kthyer është Klodian Çopja, 30 vjeç, një mbret i një rrjeti furnizime me kokainë që kontrabandonte drogë me vlerë 60 milion pound në Mbretërinë e Bashkuar. Një tjetër emër është Erald Mema, 40 vjeç, shefi bandës së drogës, i cili u dënua me 25 vjet pasi u gjetën 560.000 pound para të gatshme pas shpërndarjes së tij të kokainës nëpër Midlands dhe Oxford. Gentian Dervishaj, 33 vjeç, u burgos për sjelljen e 11 milion pound lëndë narkotike në verilindje në një nga ngarkesat më të mëdha të drogës në rajon. Elion Glava, 29 vjeç, është deportuar gjithashtu. Ai u kap me armëzjarri që rrezikonte jetën gjatë një incidenti përplasjeje me makinë në Oldham, Greater Manchester në vitin 2021. Me skallësit u qelluar një person i përfshirë në të njëjtin incident dhe i dërguar në shtëpi ishte edhe Andon Bita, 49 vjeç. Ai u dënua me 17 vjet për plagosje të rëndë me dashje dhe armbajtje pa leje. Personi i 6 që është transferuar në Shqipëri është Derdan Dollapa, i 25 vjeç. Ai u akuzua për tentativë vrasje pas një goditje me thik në Hounslow High Street në perëndim të Londrës në vitin 2019. Rufat Kasama, nga Leyton në lindje të Londrës, një grabitqar seksual 38 vjeçar, ashtu siç Daily Mail e quan, u kthye pasi u dënua me 10 vite e gjysmë për përdhunimin e një vajze 15 vjeçare në një lokal në qendrën tregtare Westfield të kryeqytetit. Kriminali i 8 dhe i fundit i dëbuar deri më tani është Dolimar Sejdiu, 24 vjeç. Ai u shpall fajtor për lëndime të rënda trupore dhe plagosje në Londrën perëndimore 5 vjet më parë. Të gjithë ndodhen në burgjet shqiptare, të cilat u lejohen takime intime me një grua ose të dashur, një privilegj që nuk lejohet në institucionet britanike. Autoritetet në kryeqytetin e Tiranës pretendojnë se 59 kriminalë të tjerë janë ende në Britaninë e Madhe në pritje të një vendimi nga gjykatat shqiptare. Ata akuzohen për vrasje, përdhunime, trafik droge dhe armëzjarre.